Ja ku jemi në studio të emisionit të mëngjesit dhe do flasim për syt. Ka shumë shprehje popullore për syt, drita e syve ose ajo bukuria shqiet përmes syve dhe gjëra të tilla të cilat i kemi lexuar, i kemi dëgjuar, por në njëjtën kohë syt i kemi edhe ata më të ndihshmit. Mundohemi gjithmonë t'i mbrojmë dhe të mos ju ndodh asgjë atyre. Dhe pikërisht për të folur për syt, ndoshta për sëmundje, situata të ndryshme të cilat mund vjen, sidomos për tu ndalur te katarakta, por edhe të gjëra tjera. Kemi këtu në studio një oftalmolog, e kemi Agon Abdia, i cili na vjen nga Sistina Oftalmologji për të folur pikërisht për këto tema. Mirë se erdhët, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Era, faleminderit për ftesën, është nderë të jem prezent. Do flasim për syt, unë thash që ne kemi më të çmueshmit, pajtoheni? Gjithsesi, është një ndër organet që na mundson ta përjetojmë botën, jetën edhe në udhëheq gjatë gjithë jetës. Edhe faktikisht është një ndër shqisat të cilat i shfrytëzojmë, të themi gjatë gjithë kohës përderisa jemi zgjuar. Definitivisht. Shpesh na thonë mbyllni syt që ti aktivizoni shqisa tjera, ndoshta për shkak se me syt i kemi fokusin si shqis. Ne do flasim për kataraktin edhe për këto patologji tjera. Mirë po, du të di se cilat janë ato patologji që më shpesh t'i shfaqen, ndoshta edhe te grup mosha e moshuar, po pse jo edhe te grup mosha tjera? Te grup moshat e moshuara, një ndër patologjitë kryesore, siç e përmendë, është katarakta ose mjegullimi i thjerrës së syrit. Por ka gjithsesi edhe shumë patologji tjera që paraqiten, tash si gjitha organet tjera me moshën vijnë ato ndryshimet e degradacionit apo dekompenzimi i qelizave dhe indeve, kështu që çdo organ afektohet. Një ndër faktorët kryesorë që edhe ndikon në paraqitjen e patologjive të ndryshme janë edhe komorbiditetet ose sëmundjet tjera që çdo individ sigurisht me kalimin e kohës diçka do të paraqitet. Tash me moshën kryesorja është katarakta ose më e shpeshta të themi është katarakta si çrregullim që paraqitet te syt. Për fat mirë katarakta është një ndër çrregullimet që ka zgjidhet edhe me rezultat të shkëlqyeshëm. Pastaj janë çrregullime si retinopatia diabetike, që ka paraqitet tek individët që vuajnë nga diabeti. Kryesisht ata që nuk e kanë të rregulluar si duhet diabetin, është AMD ose age-related macular degeneration. Ajo është kryesisht një çrregullim që bazën e ka gjenetike, po me moshën theksohen problemet. Pastaj ka edhe shumë çrregullime tjera, siç janë rupturat ndryshme që mund ndodhin në retinë, që mund të kenë pasojë ablacionin ose shkepjen e retinës, degenerimet korneës të ndryshme, janë inflamacione që paraqiten te kapakët, të cilat janë kronike dhe pak problematike për t'i trajtu. Domethënë në përgjithësi me moshën edhe shfaqja e çrregullimeve të synit shpeshtohet si në çdo organ tjetër, i themi. Kështu i bie me shkuarjen më nga mosha e shtyr, fillojnë paraqiten edhe hallet. Edhe në sy. Po, kur jemi tek mosha, ka ndonjë kategori e pacientëve që themi për shembull, nga kjo moshë shancat për të paraqit katarakti apo siç njihet edhe perdja e syve është më e madhe. Ka ndonjë kufi të caktuar ose jo? Kufini i paraqitjes kataraktit është shumë variabil në varësisht edhe prej faktorëve të jashtëm. Për shembull është vërtetuar se në viset ku rrezatimi i rrezeve ultraviolet është më i lartë, kryesisht bëhet fjalë për vendet më të larta me mbi detare, themi, me lartësi më të lartë mbi detare, paraqitja e kataraktës është në moshë më të herët shkaku i rrezatimit ultraviolet. Kjo është vërtetuar kryesisht në njerëzit të cilët jetojnë në malet e Himalajës, ku katarakta është kryesisht një çrregullim që paraqitet në moshë para 50 vjet, i themi. Ku këtu te ne kryesisht paraqitet pas moshës 50 vjeçare, mirë po nuk ka rregull t'i themi se ajo është vetëm mbas asaj moshe. Pastaj ndikojnë edhe terapi tjera të cilet mund të përdorim, për shembull përdorimi i kortikosteroidëve, qoftë ato në mënyrë tabletave ose veçanërisht topikal, njerëzit të cilët kanë alergji ose ndonjë inflamacion kronik të cilët e trajtojnë me kortikosteroid topikal, është vërtetuar se edhe ato ilaçe ndikojnë në paraqitjen e kataraktës.
pastaj edhe diabeti ndikon në paraqitjen e kataraktës, gjithsesi te moshat më të reja trauma mund të ndikoj, pa marrë parasysh ajo mund të jetë ndonjë traumë që nuk e shpon synin, mirë po mund të ndikoj që të paraqitet katarakta në moshë më të hershme. Pastaj kemi edhe kataraktat kongjinitale që ka i quajmë ose të lindura, ku foshnja sapo lind vetëse gjatë formimit thjerza e synit nuk është formuar si duhet edhe është e mjegulluar. Do me thonë, edhe pse patologjia është e njëjta, mjegullimi i thjerëzës natyrore, shkaqjet, mosha kur paraqitet, mund dallojnë shumë varësisht prej faktorëve tjerë që ndërlidhen. Doktor, unë du të ndalim në disa gjëra sepse thatë shumë gjëra interesante. Fillimisht, a duan njerëzit të ne që jetojnë në male, në vise pak më të larta, ta kenë këtë shqetësim se ju përmendet Himalajet, po në malet tona, a duhet jetë ky shqetësim? Gjithsesi, do me thonë, gjitha rajonet që kanë rrezatim më të naltë të ultravjollës, rreziku për të paraqit katarakta është më i lartë. Këtu të ne tash nuk është se gjatë gjithë vitit kemi ditë me diell, i themi, po edhe lartësia mbidetare në vendet malare edhe të fushës, ndoshta nuk është dallimi aq i madh. Kryesorja që është UV indeksi, nuk e di të ne sa janë ato matjet që ka dallojnë mes fushës edhe malit, prandaj nuk mundi të them. Mirë po, një fakt interesant është se ne jemi në gjendje të shohim edhe të përjetojmë pamjen vetëm përmes syve tonë. Kështu që këto ndryshime që ka vinë të mjegullimi i thjerëzës, janë ndryshime që ka paraqiten në mënyrë graduale, nuk është ajo se brenda natës shohim dallim të madh. Edhe një mënyrë kemi një lloj neuroadaptimi, ku truni jon faktikisht të mësohet me fotografinë që ka e fiton prej syve. Kështu që shpesh herë ndodhen që pamja shumë të jetë zvoglu, të jetë afektu, derisa njerëzit, pacientët vendosen, drejtohen ku duhet të diagnostifikohen. Prandaj do të sugjerojsha të gjithë njerëzve që kanë ndjekin, në fazat më të hershme kur vëren se diçka nuk arrin pamje si ndoshta kanë pas më herët, drejtohen të bëjnë një ekzaminim, shkaku si diagnoza më e hershme edhe trajtimi edhe rezultati është më ideal. Është interesante fakti se gjithë ne shohim, mirë po asnjëherë nuk jemi në gjendje të përcjellim njëri tjetrit ose të mund ta mendojmë si shef personi tjetër. Prandaj sa më herët që të mund të ndikojmë, ashtu edhe rezultati do të jetë më i shkëlqyeshëm, ti themi. Definitivisht, është ajo shpreha që në mjeksi përdoret më shpeshti që shërimi më i mirë është diagnoza e hershme dhe më i liri në të njëjtën kohë. Po, ju përmendet pak traumat, se ne do i rikthehemi pak simptomave, pak më tutje, mirë po traumat, jemi mësuar nga psikologët duke dëgjuar trauma psikologjike, mirë po ju keni fjalën për trauma fizike, besoj, apo lëndime fizike? Ashtu, sakt. Trauma fizike, për shkak se syni si organ, kryesisht që na intereson, janë strukturat brenda synit dhe lëndimit që mund të ndodhë të syni, janë kryesisht trauma fizike. Traumat psikike sigurisht që afektojnë mënyrën se si një person funksionon, mendon edhe socializohet, mirë po përderisa bisedojmë për organin si synin, kryesorja që na intereson janë traumat fizike të cilat mund të dëmtojnë organin kryesisht. Vetëm desha të sqarojmë që mos kemi dilema të shikuesit. Ju fillu të përmendet pak për simptomat edhe se sa ndoshta edhe vështirë në të njëjtën kohë është që ta vresh që ke problem me kataraktin apo me mjegullën ose me perdën për shkak se trupi fillon edhe adaptohet. Truri, një prej organeve më fascinuese ndoshta. Cilat janë ato pikat e para që ndoshta mund të na tregojnë që okay, diçka me syt nuk po bën ose ka katarakt? Sigurisht, një ndër shenjat kryesore që do t'i vërejnë pacientët është veçanërisht natën kur dritat, nëse vozisen, dritat e veturave fillojnë të pengojnë ma shumë se sa kanë pengu ma herët. Pastaj një ndër shenjat tjera është kur në pregësia e pamjes, themi, nëse më herët kemi shikuar televizor dhe kemi qenë gjendje t'i lexojmë si duhet tekstet, tash fillon ajo të bëhet një proces, një task më i rëndë, ti themi. Këto janë shenjat më të hershme që do të vërehen. Me kalimin e kohës, si kundra ajo katarakt ose perde, vazhdon të mjegullohet sa më tepër, fillojnë edhe aktivitetet më të thjeshta të bëhen më të komplikume. Një ndër ti themi
mënyrën që e vërejt e pacientët është se shpesher ndodh që njëri sy ka katarakt ose perde, që gati se asgjë nuk shef, mirë po syni tjetër nuk është shumë i afektuar, edhe ato nuk e kam vërej, shkaku se asnjëherë nuk e kam mbyll njërin ose tjetrin si që të shohin se me njërin si shohin shumë ma dobët. Do me thonë, edhe një ndër sugjerime që do t'ua jepsha është bëni ndonjëherë krahasim të shohin njerëzit si shohin me njërin ose me tjetrin si, shkaku se e përmendëm neuroadaptacionin e trunit, kështu që edhe njëri si kur nuk shef, aq ngadalë zhvillohet ai proces, sa që truni është mësuar me synin tjetër ta kompenzojë atë fotografinë. Këto janë disa ndërshenjat kryesore. Pastaj me kalimin e kohës kur arrin faza që nuk shohin gati se asgjë, atëherë gjithsesi çdo kush do të drejtohet te mjeku. Patjetër, edhe tash vim te momenti kur drejtohemi tek mjeku, sepse thashun pak më parë, syti kemi kështu që i mbrojmë më shumti ose pak një dhimbje e vogël direkt shqetësohemi, edhe një shqetësim i njerëzve pacientëve mund të jetë po çfarë nëse diagnostifikohet katarakta, çfarë duhet të bëjmë? A ka zgjidhje? Gjithsesi ka zgjidhje, edhe për fat mirë është një ndër zgjidhjet më elegante edhe me rezultatin më të mirë në gjitha intervenimet në mjekësi. Tash në gjuhën popullore katarakta njihet edhe si perde. Edhe kryesisht pacientët mendojnë se thjesht është një pëlhur që ne e largojmë edhe kthehet pamje. Po në fakt nuk është shumë i saktë ai mendim ose ai miti për hapur të themi në popullat. Thjerza, ose leqja e synit, ti themi, është një strukturë që gjendet pas bepsës. Kështu që ai ka formë bikonkave. Do me thonë si letje, lupat që ka shikojmë, që e kanë formën bikonkave, e ka pak a shumë të njëjtën formë edhe thjerza e synit. Katarakta, perdja, nënkupton kur ajo thjerza natyrore që ka gjendet brenda në sy, mjegullohet. Tash, intervenimi është i shpejt, nuk ka dhimbje, zgjat afërsisht 10-15 minuta. Ku ne, ajo thjerza ti themi, qëndron brenda një kapsule ose një qese natyrore. Ne gjatë intervenimit bëjmë një hapje të ajo qese, e largojmë thjerzën, leqen, edhe në vend të asaj gjithsesi duhet të vendohet thjerrës artificiale në mënyrë që të kthehet pamja ashtu si duhet. Ma herët kur është bërë ky intervenim pa i venduar thjerrzën artificiale brenda, është desh të mbahen gjama shumë trash, se di ka pas një periudhë dikun të motët 60 besoj, nuk e di kur ka qenë kur është bërë intervenimi pa mos vendu thjerrës artificiale, edhe gjithë ata që e kanë bërë intervenimin, pastaj me gjama shumë trash a desh të funksionojnë, po ato edhe deformojnë shumë fotografinë, kështu që ma ajo nuk praktikohet. Gjithsesi, gjatë intervenimit të kataraktës, vendoset brenda në sy thjerrës artificiale. Me atë se kohës fundit, vërejmë se tendenca e pacientëve, shkaku i nevojave që i kemi në funksionimin e përditshëm, se gjithë ne duhet edhe të vozisëm, edhe të përdorim celular, edhe të përdorim kompjuter, do me thonë na duhet pamje edhe për larg, edhe për afër. Deri tash kryesisht gjatë intervenimit kataraktës janë venduar brenda në sy thjerza monofokale, që i quajmë ne. Monofokale, një fokus kam pas. Larg mund të shofësh mirë, për kompjuter, për telefon, për të lexuar është desh të përdoren syza. Tash tendenca e pacientëve është sa më tepër të vendosin thjerza me fokus zgjatët ose multifokale në mënyrë që të jenë të pavarur prej mjeteve ndihmëse si syzat, që të mundin të shohin edhe larg, edhe kompjuter, edhe të lexojnë pa syze. Edhe janë jashtëzakonisht funksionale në aspektin se në vend se gjatë gjithë kohës të kemi nevojë tash për larg i hekim syzat, për telefon të i vendojmë syzat, këto mundsojnë që gjitha këto aktivitetet i kryejmë pa nevojën e mjeteve ndihmëse siç janë syzat. Edhe tendenca e pacientëve është që gjatë intervenimit sa më tepër të zgjedhin që të vendosin thjerza multifokale, themin në vend të monofokaleve. Që kjo do të nënkuptonte, nëse një 50 vjeçar vjen edhe bën intervenimin për katarakt, i bie që pjesën tjetër të jetës me intervenimin, ose për shkak kataraktit s'ka nevojë për syze më. E bën jetën pa syze, sepse e ka rregulluar me thjerëzën multifokale. Po, faktikisht nëse vendosën pacienti që ta bëjë intervenimin me thjerëzën multifokale,
prej momentit kur krihet intervenimi, nuk do të ketë nevojë të mbaj syza, nëse ka zgjedhur ta bëj ato me thjerëzat multifokale. Pastaj ka thjerëza me fokus zgjatët, të cilat 90% të aktiviteteve të jetë në gjendje të kryej pa nevojën e syzave. Tash për të lexuar ndonjë tekst shumë të vogël, siç janë ato udhëzimet te ilaçet ose diçka, për ata me këto thjerëzat me fokus zgjatët, ndoshta do të ketë nevojë në një dioptri të vogël plus një të themi. Mirë po, me ato tekste shumë të vogla hasemi shumë rrallë. Kështu që të themi se 90% të kohës nuk do të ketë nevojë të përdorje mjetëndimse syza. Ndërsa me thjerëzat monofokale, gjitha aktivitetet që janë deri ku na mbrin dorët, do duhet të shfrytëzoje syza. Edhe fati është se mbasi bëhet një herë ky intervenim me këto thjerëza, ato thjerëza janë të përhershme, nuk kanë nevojë mirëmbajtje, nuk ka t'i largojmë t'i vendojmë. Hiqet thjerëza natyrore, ato thjerëzat artificiale asnjëherë nuk mjegullohen, kështu që është zgjedh problemi afatgjatë, themi, me intervenimin. Është zgjedh për një herë për gjithmonë problemi i syve. Pak a shumë ashtu t'i themi, se ka raste diku te 10% e pacientëve që ka krihet intervenimi i kataraktës, ku i themi se paraqitet një katarakt sekundare ose fibrose kapsullës. Mbasi sqaruam se ajo thjerëza artificiale vendohet brenda kapsullës ose qesës thjerëzës natyrore, ajo qesë është normale përbëhet prej qelizave. Ndodh ndonjëherë që ato qelizat të proliferojnë edhe të shkaktojnë një mjegullim të vogël sekundar, që i themi si katarakt sekundare, mirë po ajo nuk zgjidhet me intervenim operacion, zgjidhet me një lloj laseri, jag laseri quajmë, çka pastrohet edhe faktikisht asnjëherë më nuk mund të mjegullohet. Po kjo ndodh diku te 10% e pacientëve të cilët e bëjnë intervenimin për kataraktën. Doktor, mitet janë prezente në çdo sferë të jetës, edhe në mjekësi nuk mungojnë, edhe një mit tjetër është që duhet të presim që katarakta të piqet dhe më pas të vim te mjeku që ta heqim. Sa është e realt kjo? Kjo ka qenë e vërtet më herët, themi, kur mënyra se si është bërë intervenimi për kataraktën ka qenë tjetër. Tash me metodën e re, me fakoemulsifikim, që ka e quajmë, preferohet që intervenimi të bëhet në faza më të hershme. Shkaku se mënyra ose ajo sonda me ultrazë nëpërmjet cilës absorbohet, themi, thjerëza natyrore, përdor shumë më pak energji nëse nuk është thjerëza shumë e forcuar. Pasi që si kundra mjegullohet thjerëza natyrore, ashtu bëhet edhe më e fortë. Edhe energjia që duhet të shfrytëzohet për fakoemulsifikim të thjerëzës që është shumë e fortë, është shumë më e madhe. Kjo sjell pastaj deri në komplikime tjera që është zvoglimi i numrit qelizave endoteliale të korneës, faza e rikuperimit mbas intervenimit zgjat shumë më shumë nëse ajo katarakt është shumë e pjekët, shumë e fortë, prandaj duke i marrë parasysh risk-benefit që i themi, sugjerohet që intervenimi me fako metodën të bëhet në faza kur thjerëza është më pak e mjegulluar ose në faza më të hershme të kataraktës. Mirë po, nëse pritet që shumë ajo thjerëzë artificiale të bëhet shumë e fortë, atëherë veç metoda me fakoemulsifikimin edhe nuk është idealja për të larguar atë katarakt, prandaj duhet të mendojmë për metoda tjera, siç është manual small incision cataract surgery, të cilat faktikisht e bëjnë që koha e rikuperimit mbas intervenimit të jetë më e shkurtë edhe pse katarakta është shumë më e pjekët. Arritet aty ku gjithë njerëzit e kanë edhe hallin tjetër pas një operacioni, le të themi, është kur ata mund t'i rikthehen jetës së tyre të përditshme. Ju thatë që ky intervenim mund të zgjatë 10-15 minuta, që është një kohë shumë e shkurtër, por rikuperimi sa zgjat? Rikuperimi është individual, në varësisht prej, thash, sa është e fortë ajo thjerëzë natyrore, sa energji është përdorur gjatë intervenimit. Mirë, po të themi në rastet rutinë, rikuperimi është mbas të nesër 2-3 ditë, themi, maksimum. Ne u sugjerojmë pacientëve që 2-3 ditët e parë të kenë kujdes mos i lajnë syt me ujë prej
prej qeshmet, i themi, shkaku se nuk e dim bakterialisht sa i pastër është ai ujë, mirë po aktivitetet tjera, si që është ngrejnë, diçka se kryesisht atë kanë të ekspozohen navull, nuk ka asnjë lloj problemi. I vetmi sugjerim që ka japim pacientëve është të jenë të rregullt në përdorimin e pikave, pasi që ato janë pika për preventiv më tepër, që mos ketë infekcion edhe inflamacion të synit, mirë po aktivitetet tjera mund me njëherë të nesërmen t'i fillojnë, tush mund të bëjnë, themi 3 ditë mbas intervenimit. Është e rëndësishme të përmbahemi këtyre rregullave, besoj, sepse do të nënkuptonte që shumë më shpejt rikuperohemi dhe s'kemi probleme me infeksione. Këto rregulla edhe terapin post-operative që e përdorim, kryesisht është një lloj preventive ndaj infeksioneve që mund të ndodhin. Sa i përket kohës rikuperimit, përmenda njëherë është individuale, varësisht prej gjendjes fillimtare të themi të synit edhe qelizave endoteliale të korneës, pastaj varësisht prej asaj sa e fortë, sa energji është përdorur në thjesht, tash nuk është e njëjta për çdo person, mirë po në rastet rutinë është 2, 3, 4 ditë, në rastet kur ajo katarakt është më e fortë, më e pjekur, mund koha e rikuperimit post-operativ derisa të stabilizohet pamja, zgjaset deri 2 javë, i themi afërsisht. Është individuale që pak a shumë çdo pacienti që ka vinë edhe i sqarojmë se çfarë mund të pres mbas intervenimit, edhe sa kohë të themi të bëj sabër derisa të stabilizohet pamja. Për shkak se bëhet fjalë për sy, më tregoni pak kur keni kontaktin e parë me pacientët, edhe kur vinë me shqetësimin dhe ju më e diagnostifikoni që ka të bëjë me katarakt, a ka frikë? A frikohen pacientët fillimisht kur nuk e dinë se për çfarë po bëhet fjalë? Është interesante se edhe kjo është një fenomen që shumë dallon mes individëve. Ka një grup pacientësh të cilët e përjetojnë në mënyrë shumë dramatike, si mund syni, nuk kam frikë, si do të intervenohet, çfarë do ndodhja, do shoh, edhe janë shumë kujdesshëm në atë se a do vendosin, kur do vendosin të intervenohen. Për fat të keq ato që ka shqetësohen më shumë edhe e shpihen punën që gjithë procesi, themi, edhe i rikuperimit edhe i intervenimit bëhet në faza më të vonshme, kështu që edhe më tepër kanë, themi, më tepër kanë pasoja, nuk janë pasoja, mirë po i gjithë procesi shkon më ngadalë edhe ajo koha e rikuperimit zgjatën më gjatë shkaku se më tepër e vonojnë intervenimin. Një pjesë tjetër e pacientëve as pak nuk e mendojnë edhe për shembull nëse kanë të disyt katarakt ose perde, vendosin që të njëjtën kohë të bëjnë të disyt, shkaku i komoditetit mos vinë diherë deri në spital pasi që u duket ajo humbje kohe. Kështu që ka shumë variacion mes individëve që ka vinë për kontroll. Po gjithsesi, ne u sqarojmë çfarë është diagnoza, çfarë duhet bëhet, çfarë mund të presim, pastaj vendimi se si do të vendosin, 1 herë të vinë, 2 herë të vinë, ta zgjasen, të presen, ajo prapë se prapë mbetet që vetë pacienti ta vendos, shkaku se intervenimi për kataraktën ose perden nuk është intervenim urgjent, është intervenim që ka bëhet për komoditet, për funksionalitet, që të mund të jemi më funksional gjatë aktiviteteve të përditshme edhe të mundim të shijojmë jetën më mirë. Është pak a shumë një intervenim që bëhet për të mirë e jo për punë zortit, i themi. Doktor, ne jemi drejt fundit të intervistës së bashku, mirë po unë dua ta heqim edhe një hall të gjithëve, sepse askush nuk e don dhimbjen. Gjithë duam në rehati të jetojmë. A ka dhimbje nga tërë procesi i intervenimit, por edhe pas asaj? Jo, do me thonë dhimbje nuk ka. Shkaku se edhe pse syni ka inervacion shumë të zhvilluar, krejt e inervacion është kryesisht në sipërfaqe. Shkaku se rreziku kryesisht vjen prej sipërfaqes. Kështu që me pika anestezion topikale, ai inervacion bllokohet edhe gjithë intervenimi që ka krihet për kataraktën ose perden bëhet në thjerrzën e synit që ka si strukturë është anervore, nuk ka fije nervore që të kemi ndjenja. Pastaj, prandaj i gjithë intervenimi faktikisht është pak a shumë pa dhimbje, ndjejmë vetëm pak si shtypje të themi diçka gjatë intervenimit, ditën e parë
shofim pak si në nuj, si turbullt, veç se të nesërmen, ose mbas 2 ditësh, fillon të kthjellësohet mjaft pamja në rastet kur intervenimi bëhet në kohë. Kështu që atë punën e dhimbjes, as pak le të mos e mendojnë pacientët se nuk është as pak problematike ajo. Po unë nga tërë biseda që dëgjova dhe tërë ajo që na thatë ju, unë nuk po shoh asnjë anë negative për të mos e bë kataraktën, kështu që për gjithë shikuesit dhe për gjithë ju që ndoshta po keni probleme diçka me të pamurit, doktorin e kemi këtu në dispozicion, besoj për të na ndihmuar në këtë drejtim. Unë kemi arritur kështu drejt fundit, doktor, do ju falenderoj shumë fillimisht që keni qenë pjesë e emisionit. Nëse keni ndonjë mesazh për fund për gjithë shikuesit tanë dhe ndoshta pacientët. Sigurisht, mesazhi është që kur do herë që ka vërejmë ndonjë ndryshim në funksion, qoftë në pamje ose në funksione tjera që ka i krymë, të bëjmë ekzaminimin në kohë, ti diagnostifikojmë edhe të qasemi problemeve ma herët, se si me çdo gjë tjetër në jetë, sa më shumë që presim derisa të ndërmarrim diçka për diçka, aq më tepër edhe bëhet problemi më i madh. Kështu që intervenimi i hershëm, të themi, është për herë më i suksesshëm edhe më beneficial, qoftë për funksionalitet, qoftë për komoditetin, themi, gjatë jetës. Faleminderit shumë që ishit në pjesë e emisionit. Faleminderit. Ne këtu mbyllim edhe këtë pjesë. Agon Abdia në Sistin oftalmologji është këtu për të na mirëpritur gjithëve që kemi nevojë, kemi ato dyshimet tona, kështu që të shkojmë të konsultohemi edhe të bëjmë intervenime që të kemi një jetë sa më komode dhe sa më të lehtë për gjëra tjera më pas, mos e kemi gajlën tek syt. Ne këtu do mbyllim këtë pjesë dhe do rishihemi sërish.